Shqipëria zhvilloi një ndeshje shumë të mirë kundër Anglisë në Air Albania, ku qezin zhvilluan performancë në nivelit të lartë për 70 minuta, duke rrezikuar në disa momente portën kundërshtare. Një shans i artë ishte ai i Arber Hoxhës, ku përballë portierit nuk arriti dot që të dërgojë topin në rrjet. Nga ana tjetër, Anglia e mbylli fazën e kualifikuesve të botërorit me një statistikë mbreslënse: 8 ndeshje, 8 fitore, 22 gola të shënuar dhe asnjë gol i pësuar. Kjo tregon shumë për Anglinë. Në disa momente, Shqipëria ishte shumë pranë shënimit të golit, veçanërisht me Arber Hoxhën në 2 momente, por për fat të keq, kjo nuk ndodhi. Ajo që ndodhi dje me Anglinë tregon një rritje të nivelit të Shqipërisë. Në të kaluarën, Shqipëria mund të luante me Spanjën, Portugalinë dhe Francën, dhe në të gjitha rastet mund të rrezikonte të paktën një herë portë kundërshtare, por kishte një ekip kombëtar ku Shqipëria ndalonte se luajturi futboll. Ishte Anglia. Në asnjë moment në të kaluarën tonë, nuk kemi arritur dot që ta vendosim në vështirësi Anglinë. Kjo ndodhi dje në Air Albania, dhe për ta kuptuar më qartë se çfarë ndodhi dje në Air Albania, na vjen në ndihmë vlerësimi që i është bërë lojtarëve të Anglisë nga media britanike, Football 365. Ajo që ne duhet të ndalemi është pjesa e portierit, pasi vlerësimi për Dean Henderson tregon shumë për Shqipërinë sulmuese të djeshme. Me shumë mundësi, kishte më shumë punë për të bërë në 90 minuta se sa punë që kishte bërë Pickford në 7 ndeshjet e kaluara të mbledhura bashkë të Anglisë në gjithë kualifikuesit e botërorit. Bëri disa pritje shumë të zgjuara dhe bëri një ndërhyrje fatale për të shpëtuar portën, duke zgjedhur krahun e dur me Arber Hoxhën, tregoi nuatin e tij. Nuk ka asnjë shans të vetëm që ta kalojë Pickford si zgjedhje e parë, por me këtë performancë të zhvilluar ndaj Shqipërisë, e konsolidoi vendin si zvendësuesi ideal i Pickford. Pra, sipas medias angleze në fjalë, Shqipëria e ka rrezikuar më shumë Anglinë se sa të gjitha ekipet e tjera në të kaluarën të mbledhura së bashku, duke përfshirë edhe 2 ndeshjet me Serbinë, brenda dhe jashtë, që u zhvilluan me Anglinë.